Edhe përkundër asaj që ndodhemi në mesin e korrikut, në komunë të Ulqinit sezona diçka është më e dobët. Mbase faktorët kyç për këtë sezon që po vonon kaq shumë, është muaji i Ramazanit, kushtet klimatike apo kriza ekonomike, mbetet të supozojmë, por faktet janë më se reale. Ne vizituam edhe Shtojin sot, duke marrë parasysh që për musafirët destinacioni i parë është Shtoji. Një numër i madh i musafirëve dihet që janë nga Rozhaja, Kosova dhe diaspora, por që këtë vit në një numër më të vogël të vizitueshmërisë. Nëpër lokaleve rret një numër i vogël të musafirëve, por siç ka qenë në sezona vitin e kaluar, nuk është në këtë periudhë kohore. Jashtë objektivit të kamerës, shumë nga shtojakët thonë se sezona është e dobët dhe problem tjetër përveç rrymës që më shumë s'ka se ka, janë edhe shumë shitës dhe lokalet të cilat punojnë pa leje pune, përderisa nga vendasit kërkohen që të jenë në përgjithësi të pajisura me dokumente të rregullta për punë. Dhe në fund e mbyllim me një koment të një shtojaku i cili thotë: populli në Shtoj është ba me fol me veti se sa mirë është.